Zubera, ju ishit po ashtu prezent në momentin kur Kenia njohu zyrtarisht Kosovën përmes nënshkrimit presidentit. A na e përshkruan pak atmosferën dhe si erdhi deri te ai moment? Po sot ka qenë kurorëzimi një angazhimit gjatë, në fakt, me qenë se për njerëzit, veçanërisht për aktorët e diplomacisë, është e qartë që Kenia përfaqëson njërin prej shteteve kryesore të kontinentit afrikan, me peshë të jashtëzakonshme në politikën ndërkombëtare dhe zhvillimet globale. Puna dhe angazhimi jonë këtë drejtim ka filluar që nga viti 2016, edhe në atë kohë kur ish presidenti Pacolli nuk ka qenë në petkun institucional ose pjesë e qeverisë Kosovës. Ka qenë një angazhim i jashtëzakonshëm, një punë shumë e madhe, e cila u kurorëzua sot dhe duke ditur fakti, po them që ka qenë jashtëzakonisht sfiduese dhe sfilitse ky angazhim për shkak se Serbia, shteti serb, qeveria e Serbisë, përveç investimit të madh nëpërmjet diplomacisë vet, ka të trashëguara dhe lidhje historike nga periudha e Jugosllavisë me këtë pjesë të botës dhe veçanërisht me këtë shtet që është lider në kontinentin afrikan. Ceremonia e sotme absolutisht është një kënaqësi e madhe që të preket nga afër afirmimi dhe faktorizimi i Kosovës edhe në këtë pjesë të botës. Dhe ky zhvillim absolutisht pas asaj që ndodhi në zyrën ovale në periudhën e presidentit Trump është një augur i mirë që me angazhim të madh, me angazhim të gjithë kapaciteteve të resurseve, të njerëzve, Kosova mund të ecë tutje në rrugën e faktorizimit dhe të afirmimit të vet në arenën ndërkombëtare. Po, Zuberaj, në reagimin e zotërit Pacolli u tha që presidenti i Kenias e mbajti fjalën e dhënë para shumë vjetëve. Çka i ka parapri këtij vendimi të deritashëm? Po bëhet fjalë për disa vjet. Zoti Pacolli është referuar vizitës parë, takimit të parë me presidentin Ruto në atë kohë, i cili ishte zëvendës president. Në atë periudhë, duke shtjelluar gjendjen historikun, mënyrën se si Kosova e ka fituar lirinë, se si e ka shpollur pavarësinë, zbërthimin detaje i realitetit tonë, presidenti Ruto në atë kohë na pati thënë që me qenë se në këtë moment unë nuk jam personi që udhëhet shtetin dhe mund të marr vendim, për shkak të gjithë këtyre detajeve që po i prezantoni, ju premtoj që do të vjen koha dhe momenti kur së bashku do ta bëjmë këtë hap, i cili është hapi më i drejtë karshi vuajtjes, sakrificës dhe të drejtës së popullit tonë për ndërtuar shtet dhe rreshtimit të vendit të tij për krah vendeve demokratike perëndimore. Pikërisht në këtë drejtim ishte edhe ajo që zoti Pacolli, presidenti Pacolli përshkruajti sot si mbajtje e fjalës nga ana e presidentit Ruto, me të cilin pas atij momenti ne kemi zhvilluar dhe kemi kultivuar një miqësi përtej politikës, e cila ishte kulmoi edhe me vizitën e tij në Kosovë, e cila ishte në atë periudhë private për shkak se raportet ndërmjet të dy vendeve tona nuk ishin në nivelin e asaj që i kurorëzuan sot. Dhe kjo është poenta e asaj cilës ju referuat. Në një postim, në një komunikat të Nairobit zyrtar u cilësua zotëri Pacolli si emisar i presidentes Vjosa Osmani. A ka shkuar në të vërtet në këtë cilësi deri në Kenia për ta siguruar njohjen? Jo. Do të thonë, raportet tona, angazhimi jonë në Kenia daton që nga koha e presidentes Jarjave, nëse i referohen me kështu, por tradita e vendeve të konsoliduara, demokratike, dhe që kanë një kulturë protokollare, i referohen si emisar i shtetit praktikisht. Sepse njerëzve të zakonshëm nuk ju dorëzohet njohja.
Vetëm këtë drejtim i referuar në jetë. E qartë, do të thotë është krye këput angazhimi i zotërit Pacolli ky zhvillim i ri që ndodhi sot. Po, pa modestia them që absolutisht po, dhe ju mund ta shihni edhe në deklarimet e kryeministrit dhe të presidentes. Ndërkohë, si kanë qenë komunikimet tuaja me institucionet zyrtare të Republikës? A keni pas komunikim se është një njohje afër deri te momenti kur ndodhi me të vërtetë? Jo, nuk kemi pas, me qenë se, shiko, angazhimi diplomatik në sigurimin e njohjeve të reja për Kosovën, veçanërisht në këtë periudhë është shumë kompleks. Dhe kjo njohje për shkak të raporteve tona edhe politike, por edhe miqësore, ka mundur të vijë edhe më herë. Problemi ka qenë angazhimi i madh i Serbisë në këtë pjesë të botës, veçanërisht në periudhën e samitit të vendeve të Unionit Afrikan, i cili u mojt muajin e kaluar. Dhe ai angazhim praktikisht e ka prolonguar dhe ardhin deri në këtë pikë, deri në këtë moment. Megjithatë, komunikimi me institucionet e Kosovës në këtë drejtim ka ndodhur sot, por krerët e institucioneve të Kosovës e kanë komunikuar zotin Pacolli për ta uruar dhe falenderuar. Megjithatë, janë njohën meritat edhe kryeministri edhe presidentja në reagimet e tyre. Shiko, angazhimi i presidentit Pacolli për Kosovën nuk ka të bëjë me njohjen e meritave nga dikush. Unë mendoj që të gjithë ne, si qytetarë të Republikës Kosovës, aq më tepër zoti Pacolli, i cili ka bërtur funksionet më të rëndësishme në shtetin tonë, si ka mbajtur postën e presidentit, të ministrit jashtëm, të zëvendës kryeministrit parë, ne të gjithë duhet ta ndijmë veten të obliguar që të shërbejmë shtetit tonë dhe absolutisht që të angazhohemi për meritën. Kështu që nuk ka fare të bëj ky angazhim me marrjen e meritave ose me. Kemi parë në vazhdimsi dinamik diplomatike të Serbisë, siç e përmendët edhe ju, madje në njërin prej periudhave kishte qenë edhe bashkëshortja e presidentit Vučić në disa pamje që u publikuan edhe sot. A ishte e vështirë që të bindën ndoshta institucionet e Kenjas që të mos bien prej propagandës ose diplomacisë serbe? Po, është shumë e rëndësishme që të zbërthehet në mënyrë të qartë historiku, periudha dhe mënyra se si ka ardhur deri te pavarësia e Kosovës, si e drejt absolute e qytetarëve cilët jetojnë në vendin tonë. Natyrisht Serbia, angazhimi serb në këtë pjesë të botës është them kështu jashtëzakonisht i egër, por që shtetet e konsoliduara, shtetet sikur Kenia, absolutisht nuk ndikohen fare nga propaganda, nga forma e manovrimit të cilat ne tashmë i dim. Në gjatë të tillë ju mund ta kujtoni edhe vitin e kaluar ku presidenti i Serbisë ishte në një vizitë në Kinë dhe si pjesëmarrës në një summit kishte takuar dhe presidentin e Kenjas, dhe i cili para mediave deklaroi që i kërkoa mos ta njohë Kosovën, por është jashtëzakonisht e vështirë, sepse ndikimi i Pacollit në atë pjesë është shumë i madh. Dhe në këtë drejtim absolutisht ne nuk i friksohemi përballjes me Serbinë, sepse e drejta është në anën tonë, e drejta është në anën e Kosovës, dhe e gjithë puna dhe angazhimi ynë orientohet në prezantimin e drejtë të asaj në për cilën ka kaluar Kosova dhe në për cilën gjendet aktualisht. Po, ndërkaq Kenia është fuqia më e madhe ekonomike në Afrikën Lindore, përveç rregullimit të marrëdhënieve diplomatike që janë proces pas zyrtarizimit të njohjes, si mund të jetë ndoshta përfitimi i Kosovës në aspektin e bashkëpunimit ekonomik ose mundësive të tjera bilaterale? Absolutisht, shiko, rëndësia e Kenjas në aspektin politik ka të bëjë edhe me faktin që Nairobi, si kryeqyteti i Kenjas, është njëri prej 3 vendeve të botës e cila e ka qendrën
ose e mban qendrën e Kombeve të Bashkuara. Kombet e Bashkuara janë të vendosura në New York, në Gjenevë dhe në Nairobi, që është qendra botërore për mjedisin. Pra në aspektin politik, në këtë vend janë të koncentruar institucionet kryesore botërore. Në aspektin ekonomik, ajo që mund të them me siguri, në bazë të informacioneve që i kam, është se është një numër i madh i qytetarëve shqiptar të Kosovës, por edhe të Shqipërisë që zhvillojnë aktivitet biznesor dhe janë jashtëzakonisht të suksesshëm. Dhe unë besoj që kjo do të ndikojë pozitivisht edhe në aspektin ekonomik mes të dy vendeve, vetëm sa për informacion, edhe në fakt shkëmbimet tregtare nuk janë në nivel, por që kemi qytetar, bashkëqytetar nga Kosova, nga Shqipëria, të cilët zhvillojnë biznes dhe zhvillojnë aktivitet ekonomik edhe në Kosovë, por edhe në Kenya. Dhe unë besoj që kjo do të jetë një mundësi e mirë edhe për biznesmen, qytetarët, të cilëve ju hapet një perspektivë ekonomike, e cila mund të ndikojë pozitivisht për ekonominë tonë. E qartë, Zubera, i të falenderoj shumë për këtë paraqitje direkte në Kompas TV-s. Falenderit shumë. Faleminderit, ndërka të shikues nderuar, do ta ndajmë me ju